Miqdashi, sot mund të ndjeni disi të ngarkuar emocionalisht, por është e rëndësishme të mbani qetësinë. Në punë mund të përballeni me sfida që kërkojnë zgjidhje të shpejta dhe kreative. Mos nguroni të kërkoni ndihmë nga kolegët nëse gjërat bëhen të komplikuara. Në aspektin financiar, është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme dhe të fokusoheni në kursime. Në dashuri, komunikimi është qetësi për të shmangur keqkuptimet me partnerin. Nëse jeni beqar, mund të jetë dita e duhur për të njohur dikë interesant. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor duke bërë aktivitete që ju relaksojnë. Merrni kohë për veten dhe mos harroni të bëni diçka që ju sjell kënaqësi. Demi, dita e sotme mund të sjellë disa sfida në marrëdhëniet personale. Është e rëndësishme të qëndrosh i hapur për dialog dhe të mos nxitosh në përfundime. Në aspektin profesional, mund të ndihesh i mbingarkuar me detyra të reja. Menaxhimi i kohës do të jetë kyç për të ruajtur efikasitetin. Financat mund të kërkojnë vëmendje të veçantë, prandaj shmang shpenzimet e panevojshme. Emocionalisht mund të ndihesh paksa i tensionuar. Merr pak kohë për veten dhe përpiqu të relaksohesh në mënyra që të japin kënaqësi. Një shëtitje në natyrë ose një bisedë ngrohtë me një mik të afërt mund të ndihmojë në qetësimin e mendjes. Kujdesu për mirëqenien tënde dhe mos harro rëndësinë e balancës. Binjakët, sot është një ditë e mirë për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për të dëgjuar më shumë partnerin. Në punë, një projekt i ri mund të kërkojë më shumë përkushtim nga ana juaj. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Emocionalisht, mund të keni nevojë për pak kohë vetëm për të qetësuar mendimet. Një shëtitje e shkurtër në natyrë mund të ndihmojë. Shmangni konfliktet dhe përpiquni të mbani një qëndrim të qetë ndaj sfidave. Tregoni kujdes ndaj detajve të vogla, pasi ato mund të bëjnë diferencën në arritjen e qëllimeve tuaja. Kjo ditë kërkon durim dhe mirëkuptim. Gaforja, sot do të ndiheni veçanërisht të lidhur me njerëzit që ju rrethojnë. Në dashuri, një bisedë e sinqertë me partnerin do të forcojë marrëdhënien tuaj. Beqarët mund të takojnë dikë të veçantë në një rrethant të papritur. Në punë, përkushtimi juaj do të shpërblehet, por keni kujdes nga detajet e vogla që mund të kalojnë pa u vënë re. Financat duken të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Sot mund të keni disa momente të ndjeshme, prandaj mos e lini stresin t'ju pushtojë. Gjeni pak kohë për veten dhe relaksohuni. Një shëtitje në natyrë ose një mbrëmje e qetë në shtëpi do t'ju bëjë mirë. Kujdesuni për veten dhe mos harroni të dëgjoni nevojat tuaja. Luani, sot mund të ndiheni të motivuar për të bërë përparime në projektet tuaja profesionale. Energjia pozitive do ju ndihmojë të zgjidhni çështje të vështira në punë dhe të përmirësoni marrëdhëniet me kolegët. Në aspektin e dashurisë, është një ditë e përshtatshme për të thelluar lidhjen me partnerin ose për të bërë një hap të guximshëm nëse jeni vetëm. Financat mund të kërkojnë kujdes të veçantë. Bëni kujdes me shpenzimet dhe mos ndërmerrni rreziqe të panevojshme. Gjendja juaj emocionale është e qëndrueshme, por është e rëndësishme të gjeni kohë për relaksim dhe reflektim personal. Një shëtitje e qetë ose një aktivitet që ju pëlqen do të ndihmojë të ruani balancën e brendshme. Virgjëresha, sot do të ndiheni më të qetë dhe të balancuar emocionalisht. Në aspektin e dashurisë, marrëdhëniet tuaja mund të përfitojnë nga një bisedë dhe sinqertë. Në punë, mund të shfaqen mundësi të reja që kërkojnë vëmendje dhe përkushtim. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Në përgjithësi, është një ditë e mirë për të reflektuar mbi qëllimet tuaja dhe për të bërë plane afatgjata. Gjeni kohë për veten dhe mos harroni rëndësinë e relaksimit. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor dhe fizike duke bërë aktivitete që ju sjellin kënaqësi. Nëse ndiheni të mbingarkuar, merrni frymë thellë dhe gjeni mënyra për të qetësuar mendjen tuaj. Beshorja, sot do të ndiheni të frymëzuar dhe të motivuar për të arritur qëllimet tuaja në punë. Është një ditë e mirë për të marrë iniciativa të reja dhe për të kërkuar bashkëpunime. Në aspektin financiar, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe bëni një planifikim më të mirë për të ardhmen. Në dashuri, mund të lindin keqkuptime të vogla me partnerin, por me komunikim të hapur, gjithçka do të zgjidhet shpejt. Nëse jeni beqar, mos u ngutni për të marrë vendime të mëdha. Emocionalisht, do të keni nevojë për pak kohë për veten për të reflektuar mbi ndjenjat tuaja. Merrni frymë thellë dhe mos e humbni qetësinë përballë sfidave të vogla që mund të shfaqen. Akripi, sot mund të ndjeni që ndjenjat tuaja janë më të theksuara se zakonisht. Në marrëdhëniet romantike, përpiquni të tregoni më shumë durim dhe mirëkuptim. Në punë, përqendrohuni në detajet, pasi do të keni mundësi të zbuloni diçka të rëndësishme.
Financat mund të kërkojnë një rishikim të vogël, ndaj bëni kujdes me shpenzimet e panevojshme. Nëse ndjeni stres, një shëtitje në natyrë mund t'ju ndihmojë të qetësoheni. Përpiquni të mos merrni vendime të nxituara, sidomos në çështjet personale. Kujdesuni për veten dhe mos i nënvlerësoni nevojat tuaja emocionale. Rrini të hapur ndaj këshillave të miqve, por ndiqni intuitën tuaj. Harmonia me veten do t'ju ndihmojë të kaloni çdo sfidë të ditës. Shigjëtari, dita e sotme mund të sjellë disa sfida në marrëdhëniet personale. Mundohuni të mbani qetësinë dhe të dëgjoni me kujdes atë që partneri ka për të thënë. Në punë, është momenti i duhur për të fokusuar në detaje dhe për të përfunduar projektet e papërfunduara. Financat kërkojnë vëmendje të veçantë, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Një planifikim i mirë mund t'ju ndihmojë të stabilizoni buxhetin tuaj. Nga ana emocionale, mund të ndiheni pak të lodhur dhe të stresuar. Kujdesuni për veten dhe gjeni kohë për relaksim. Një shëtitje e shkurtër ose një aktivitet që ju pëlqen mund të bëjë mrekulli për humorin tuaj. Mos harroni se çdo sfidë është një mundësi për të mësuar dhe për të arritur. Zjabi. Sot, energjitë janë të favorshme për të forcuar lidhjet personale. Në dashuri, është momenti i duhur për të ndarë ndjenjat tuaja dhe për të treguar kujdes ndaj partnerit. Në punë, do të përballeni me disa sfida, por me përkushtim dhe vëmendje do t'i kaloni me sukses. Financat kërkojnë vëmendje të shtuar. Mos merrni vendime të nxituara dhe shmangni shpenzimet e panevojshme. Emocionalisht mund të ndiheni pak të ngarkuar, por një shëtitje në natyrë ose pak kohë për veten do t'ju ndihmojë të rikuperoni qetësinë. Mos harroni të qëndroni të fokusuar në qëllimet tuaja dhe të mos lejoni që pengesat e vogla t'ju dekurajojnë. Një organizim më i mirë do t'ju ndihmojë të ndiheni më të qetë dhe të sigurt. Ujori. Sot mund të ndiheni të motivuar për të bërë përparime në punë. Energjia juaj është e lartë dhe kjo do t'ju ndihmojë të përmbushni detyrat me efikasitet. Në aspektin e dashurisë do të ishte mirë të tregoni më shumë kujdes ndaj partnerit tuaj. Dëgjoni me vëmendje dhe mos e nënvlerësoni rëndësinë e komunikimit të hapur. Financat janë të qëndrueshme, por është koha për të menduar për investime afatgjata. Mos u nxitoni në vendime financiare pa analizuar të gjitha opsionet. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e luhatshme, prandaj merrni kohë për veten tuaj. Praktikoni relaksimin dhe meditimin për të mbajtur mendjen të qetë. Kujdesuni për shëndetin duke bërë aktivitet fizik dhe ushqyerje të shëndetshme. Peshqip. Dita e sotme do të sjellë përmirësime në marrëdhëniet personale. Nëse keni pasur keqkuptime me partnerin, është momenti i duhur për të biseduar dhe për të sqaruar gjërat. Në punë do të ndiheni më të motivuar dhe do të keni mundësi të tregoni aftësitë tuaja. Mos i lini pas dore detajet, pasi ato mund të bëjnë diferencën. Financat do të jenë të qëndrueshme, por mos e teproni me shpenzimet e panevojshme. Përqendrohuni në kursime afatgjata. Gjendja emocionale do të jetë e balancuar, por mund të ndiheni pak të lodhur nga ritmet e përditshme. Merrni kohë për veten dhe relaksohuni. Një shëtitje në natyrë do t'ju ndihmojë të rigjeni energjinë pozitive.